Le të themi që stresi mund të krijojë dhimbje, patjetër që krijon dhimbje dhe mund të jenë të natyrës 15-20% që mund të shtojnë dhimbjet muskulare. Dhe zakonisht neve fizioterapistët nuk na hecën terapia me të tillë pacientë dhe na duhet të bëjmë orë psikologjike për të zbuluar akoma më tej, sepse janë të lidhura ngushtë. Ka shumë persona të cilët për shkak të një kontrakture në zonën torakale ose në muskujt e thellë mbrapa shpatullave ka nevojë për pak seanca terapi dhe për aktivitet fizik. Më beso ka shumë pacientë të cilët e vuajnë këtë gjë me pagjumësi, dhimbje të herpashershme, takikardi, bëjnë EKG, bëjnë vizitë kardiologjike, bëjnë vizitë ortopedike dhe ende nuk i ka kaluar e gjithë dhimbja, ndërkohë që dhimbja është e fshehur në atë stresin muskular të akumuluar prej kohësh në disa zona të cilat fizioterapisti di shumë mirë se si ta gjejë. Janë teknika fizioterapeutike të cilat duhen trajtuar dhe duhet ekzaminuar më fizikisht pjesë e pacientit. Një ndër deficiteve të mëdha që unë shoh është bashkëbisedimi që ti bën me pacientin, por pa e prekur me dorë pacientin.